Ka shkuar në 20 numri personave që janë shoqëruar në polici gjatë ditës së djeshme dhe ditës së sotme për këtë ngjarje, mes të cilëve ka qenë dhe Safet Bajri, i cili pas dhënies së deklaratës është larguar sërish për në banesën e tij. Persona dyshohet se kanë informacione, kanë qenë në konflikt me shënjestrat e atentatit që ndodhi gjatë ditës së djeshme në lagjen Dobraç të Shkodrës, ku mbetën të vrarë 3 persona, ndërsa një tjetër vazhdon të jetë në gjendje të rënduar për shëndetësore, në gjendje të rëndë për jetën. Viktima atentatit mbeti Hamza Lici, vllai të shumëkërkuarit Ibrahim Lici, Arlind Bushati, i cili nuk rezulton të ketë ndonjë precedent të mëparshëm apo probleme me drejtësinë, dhe Flutura Basha, e cila në fakt ishte një kalimtare e rastit që u gjend në momentin e gabuar në vendin e gabuar. Ajo çfarë mendohet deri tani, pista e hetimit, është konfliktet që ndodhen në Shkodër. Fisi Bajrave dhe Licve janë ndër më të njohurit të nisur nga shkuara e tyre lidhur me ngjarjet kriminale. Hamza Lici është personi i fundit i mbetur viktim pasi u vra nga një makinë në lëvizje, ndërsa udhëtonte edhe me Arlind Bushatin. Bushati mbeti i plagosur në atentat me një plumë në kokë, por që nuk i rezistoi dot këtij plumbi dhe humbi jetën në orët e vona të mbrëmjes së djeshme. Hamza Lici është vllai Ibrahim Licit, i cili akuzohet për vrasjen e Endri Mustafës në maj të 2021-shit. Ibrahim Lici u arrestua vitin e kaluar në Turqi e më pas u lirua pasi u refuzua ekstradimi i tij. Emri Ibrahim Licit u lakua gjatë vitit 2017 pas informacioneve se u vendoste gjoba bizneseve në Shkodër. Në atë kohë, policia zhvilloi operacion duke arrestuar një grup personash, mes tyre dhe Ibrahim Licin, por që më pas u lirua. Ibrahim Lici ka qenë arrestuar së bashku me vllain e tij, Muhamet Licin, në mars të 2017-s, pasi drejtonte një grup kriminal që u vendosnin gjoba tregtarëve të Zdrales në Shkodër. Muhamet Lici u dënua me 13 vite burg, ndërsa gjykata e la të lirë Ibrahim Licin. Më pas në lojë futet edhe një fis tjetër i njohur në Shkodër, Bilalët. Situata u tensionua kur Astmer Bilali i vran babain dhe xhaxhain në Shkodër, u dyshuar për fisin Lici, por provat munguan. Më e fundit e vrasjeve ishte ajo e Endri Mustafës në 2021-shin. Policia shpalli në kërkim Ibrahim Licin, por ky i fundit tha se kishte alibi dhe se vrasjen e kishin kryer Bilalët. Sipas policisë, Lici është autori kryesor i atentatit ndaj vëllezërve Astrit dhe Brahim Bilali. Ngjarje kjo e ndodhur në datën 30 mars të 2019-s. Ata u ekzekutuan në portën e shtëpisë me breshëri Kallashnikovi dhe ngjarja u hetua si përplasje mes bandave rivale në Shkodër. Përplasja mes dy grupeve, Lici dhe Bajri në Shkodër, dyshohet se ka nisur që prej atentatit në janarin e 2018-s ndaj biznesmenit Lulzim Kulla. Shpërtimi telekomanduar shkaktoi 8 persona të plagosur, mes të cilëve dhe Kulla. Më pas, po në këtë qytet me 18 qershor, u vra në servisin e tij Mehdi Kavaja, vrasje dyshuar për hakmarrje. Me 15 korrik të 2018-s, poshtë banesës që kishte me qëra, ekzekutohet çifti Boran Berçana, ish polic dhe Silvin Doci, ndërsa bashkë me ta në makinë ndodhej dhe fëmia 3 vjeç i cili i shpëtoi plumbave. Ish polici Berçana dyshohet se kishte lidhje me grupin Bajri dhe po ashtu ish polici dyshohej se kishte edhe lidhje me atentatin ndaj Lulzim Kullës në 2018-ën dhe vrasja dyshohet se është kryer nga fisi Lici në Shkodër që ka lidhje me Lulzim Kullën, duke qenë se ishte dhëndri i tyre. Me 10 gusht të 2018-s vritet Fatbart Lici, pjesëtar i familjes Lici, vllai Sokol Lici dhe antari i Këshillit Bashkiak të Shkodrës Mustafa Lici. Kjo vrasje dyshohet se erdhi si hakmarrje nga fisi Bajri pas vrasjes së ish policit Berçana. Me 23 gusht u zhdukën Agron Mollaj dhe Gzim Hysa, Nip dhe Daj, ndërsa trupat e tyre ende nuk janë gjetur. Këta dy shtetas dyshohet se kishin lidhje me fisin Lici. Më pas vjen vrasja e Arjan Ferracakut, i cili u qellua teksa ndodhej në zonën e Livadeve me 1 shtator 2018. Në nëntor 2018 vritet Fatos Ferracaku, kushëri Arjan Ferracakut. Fatos Ferracaku u vra në mes të ditës teksa po shiste peshk në lagjen Rus në Shkodër. Në 2019, pas fillimit të serisë së krimeve, policia ndërhyri duke arrestuar anëtar të dyshuar të grupit kriminal Bajri. 12 persona, përfshirë Astmer Bilalin, u arrestuan në Shqipëri, Holland, Belgjikë e Spanjë. Tashmë viktima e fundit e kësaj sage mes fiseve armike në Shkodër është Hamza Lici.
Saga e konflikteve mes bandave në këtë qytet, e cila nisi në 2017, prodhoi të paktën 20 viktima në 10 atentate, dhe ajo çfarë sot shqetëson dhe ka tronditur Shkodrën është vazhdimësia e këtij konflikti që mund të marrë ende jetë njerëzish, e ajo çfarë është më e keqja dhe jetë të pafajshme, siç ndodhi ditën e djeshme, ku një person ka vdekur tashmë dhe një tjetër po lufton për jetën në atentatin e ndodhur gjatë mesditës së djeshme.